Drejtuesi politik i Partisë Socialiste Benet Beci është takuar me banorë të zonës Dobraçiri në Shkodër. Ai shoqëroi në këtë takim nga kandidati i Partisë Socialiste Bujar Rexhaj. Në fjalën e tij, drejtuesi politik kërkoi një votë masive me 11 maj për më shumë përgjegjësi dhe vëmendje nga ana e qeverisë shqiptare për Shkodrën. Sa më shumë deputet Partisë Socialiste të kemi në parlament, sa më shumë ju votoni deputetët si Bujari apo gjithë listën e deputetëve tonë që është lista më e mirë, aq më shumë është fuqia e bashkisë. Aq më shumë është fuqia për investime, aq më shumë është mundësia për ta ndryshuar këtë vend. E thashë se duket gjë e vogël si fjalë, po është thelbi i zhvillimit të një zone. Kombinimi mes punës të pushtetit vendor, të bashkisë me parlament. Do vim shumë shpejt jemi prezent në zonat e juaja me investime. Sa më shumë vota, aq më e madhe është përgjegjësia për ne. Sa më shumë deputet dalin nga Shkodra, aq më e madhe është mundësia që ne të votojmë. Votoni për deputetët tanë nëse doni zhvillohemi të ecim shpejt. Për kandidatin socialist Bujar Rexha, lidhja ngushtë mes parlamentit dhe pushtetit vendor është një binom investimesh dhe vëmendje e shtuar për Shkodrën, prandaj e kërkoi votën për Edi Ramën, numrin 5 dhe Partinë Socialiste. Si një deputet në parlamentin e ardhshëm, do të jem pranë jush së bashku me kryetarin e bashkisë zotin Benet Beci, që t'i japim zgjidhjeve në mënyrë sa më të shpejtë të gjithë këtyre problemeve që ju i dini më mirë se të gjithë ne. Që të arrijnë gjitha këto, ne kemi nevojë për vetbesimin tuaj. Kemi nevojë që të na përkrani në këto zgjedhje ditën e diell. Që të realizojmë të gjitha këto premtime, duhet të japim votën qeverisë socialiste me kryeministrin Edi Rama. Duhet të japim vetbesimin kryetarit të bashkisë zotit Benet Beci, që të vazhdojë projektet, ta transformojë Dobraçin e ri ashtu siç po transformon Shkodrën. Ju bëj thirrje të gjithë votoni numrin 5, votoni për ne. Vetë banorët e kësaj zone pranuan se prej vitesh nuk është vendor dhe se vetmja shpresë e tyre është Partia Socialiste.